Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 196 para erëson, Ptolemeu i 5 ngjitet në fronin e Egjiptit. Ai ishte sunduesi i 5 i dinastisë së Ptolemeut, ish generali Aleksandrit të Madh. Ptolemeu i 5 u bë sundimtar në moshën 5 vjeçare. 1854, lufta e Krimes. Britania i shpall luftë Rusisë për më shumë se 200 vjet. Rusia ishte zgjeruar në drejtim të jugut drejt porteve të ngrohta të Detit të Zi. Kjo bëri që Rusia të hynte në konflikt me kozakët e Ukrainës dhe tatarët e Krimes. Viti 1886, luftëtari i famshëm i fisit indian të Amerikës, Apache Geronimo, dorëzohet tek ushtria amerikane duke i dhënë fund fazës kryesore të luftrave Apache. 1940, Himmler urdhëron ndërtimin e kampit të përqendrimit Auschwitz në Katowice. 1941, oficer jugoslav të forcave ajrore përmbysin qeverinë pronaziste me anë të një grushti shteti pa gjakderdhje. 1945, gjatë luftës së dytë botërore fillon operacioni Starvation, ku minierat, portet detare dhe rrugët ajrore të Japonisë ju nënshtrohen bombardimeve masive nga ana e aviacionit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1956, në SBA sekuestrohet nga qeveria gazeta komuniste Daily Worker. 1958, Nikita Hrushchov bëhet kryeministri i Bashkimit Sovjetik dhe sekretari i parë i Partisë Komuniste Sovjetike. 1968, ndron jetë në moshën 34 vjeçare Yuri Gagarin. Gagarin ishte një pilot dhe kozmonaut i forcave ajrore sovjetike që u bë njeriu i parë që udhëtoi në hapësirën e jashtme. 1977, ndodh aksidenti i aeroportit të Tenerifes. 2 avion Boeing 747 përplasen në një pistë të mjegullt në Tenerife, në ishujt Kanarie, duke vrarë 583 pasagjerë. 61 të tjerë mbijetuan në fluturimin në Pan Am. 1981, lëvizja Solidarnos në Poloni zhvillon një grevë paralajmëruese në të cilën të paktën 12 milion polak largojnë punën e tyre për 4 orë. 1990, qeveria amerikane fillon transmetimet TV Marti për demokraci në Kubë. TV Marti është element i byrosë së transmetimit ndërkombëtar IBB, siç janë dhe zëri i Amerikës, Radio Sawa, Radio Free Europe, Radio Liberty dhe Radio Free Asia. 1993, ish kryeministri italian dhe drejtuesi i Demokracisë Kristiane Giulio Andreotti akuzohet për marrëdhënie me mafien nga gjykata e Palermos. 1998, administrata amerikane ushqimit dhe barnave FDA miraton Viagra për të përdorur si trajtim për impotencën mashkullore. Për këtë arritje bashkëzhvilluesi i kësaj pilule, Dr. Ferit Murad, u nderua me çmimin Nobel në mjekësi. 1999, kriminalët serb u futën në ambientet e kompleksit memorial të lidhjes shqiptare të Prizrenit, duke djegur shtëpinë muze të lidhjes me rreth 11.000 eksponente historike. 2007, Federica Pellegrini vendos rekordin e ri botror në 200 metra stil i lirë në not. 2014, Filipinet nënshkruan një marrëveshje paqe me grupin më të madh të rebelëve musliman, Frontin Islamik Shërimtar Moro, duke i dhënë fund konflikteve me dekada. 2023, sot mbushen 2 vite nga sulmi terrorist ndaj Top Channelit, me pasojë vdekjen e punonjësit të sigurisë pa alkoola. Krismat e sulmit brutal u dëgjuan live nga shtëpia gjatë transmetimit të edicionit të dytë të Big Brother VIP.